Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kumullat, çfarë shkaktojnë për diabetin, zemrën dhe tretjen? Mjekët japin lajmin e papritur. Kumullat të çfarëdo lloji qofshin për disa njerëz janë fruti më i mirë i sezonit. Tani ato janë në kulmin e tyre të pjekjes. Kumullat nisin që kur shfaqen të parat, jeshilet në muajin prill dhe vazhdojnë deri në fund të shtatorit. Por nëse i thani, mund të shijoni edhe gjatë dimrit. Përveç se të shijshme, ato kanë në veti të mira të vlerave ushqyese. Së pari, përmirësojnë sistemin tretës dhe forcojnë sistemin imun. I bëjnë mirë zemrës dhe parandalojnë ngritjen e kolesterolit në gjak, ataku në zemër, çrregullimet e rrahjeve në zemër. Kumullat pastrojnë në mënyrë natyrale zorët, prandaj shfrytëzoni sezonin për të pastruar trupin. Ato ndikojnë në përmirësimin e shikimit dhe aktivizojnë gjithashtu edhe punën e veshkave. Përfshirja e kumullave në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj, edhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e këtij fruti si një zgjidhje produktive më të mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kumullat përmbajnë vlera të shtuara ushqyese për mbrojtjen e sistemit imunitar. I bëjnë mirë zemrës, parandalojnë ngritjen e kolesterolit, atakun në zemër, çrregullimin e rrahjeve në zemër. Kumullat pastrojnë natyrisht zorët, prandaj shfrytëzoni sezonin për të përmirësuar tretjen. Ndikojnë në përmirësimin e shikimit dhe aktivizojnë punën e veshkave. Një tjetër vlerë e tyre është aftësia për të ndikuar në formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe rrjedhoi për të parandaluar anemin. Për diabetikët duhet të keni një listë të ushqimeve të përditshme sepse janë parandalues të luhatjeve të forta të sheqerit. Siç mund ta dini, ju duhen vetëm disa kumulla dhe ujë. Vendosni ujin të zjejë, shtoni pak kumulla më pas. I lini për 2 minuta dhe i kulloni menjëherë. Hiqini bërthama dhe e vendosni në furrë në temperaturë të ulët 100 gradë për 1 orë e gjysmë. Fikeni furrën dhe e lini për 30 minuta të tjera. E lini të ftohet dhe ruani në enë qelçi për të siguruar një nga pijet më të mira ushqyese, sidomos edhe në ditët e vështira. Kumullat njihen si multivitamina natyrale dhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shpesh sa duhet. Ka disa arsye pse duhet i konsumoni më tepër. Kumullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Kumullat ndihmojnë për të përthithur më mirë hekurin në trup për shkak se ato janë një burim i mirë i vitaminës C. Një kumbull përmban 84% ujë, 0.6% proteinë dhe 10% karbohidrate dhe 2.1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A, vitaminës C, E, kalcium, magnez dhe kalium. Ja disa përfitime sipas health.com që do të merrni nga konsumi vetëm 5 kumullave në ditë. Do të ulet niveli i sheqerit në trup. Kumullat kanë indekse të ulta glicemike që do të thotë se mund t'ju ndihmojnë të kontrolloni nivelin e sheqerit dhe të zvogëloni rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Ato përmirësojnë nivelin e kujtesës. Nëse konsumoni disa kumulla në ditë do të ndihmoni organizmin të lirojë veten nga efektet negative të radikaleve të lira të cilat ndikojnë në ruajtjen e kujtesës. Kumullat janë plot e përplot me antioksidantë dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer ushqyese për të rritur përfitimet e trupit dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet që lidhen me moshën. Kumullat janë një alternativë e çmuar edhe për shëndetin tuaj të kujtesës. Nëse konsumoni disa kumulla në ditë do të ndihmoni organizmin të lirojë veten nga efektet e radikaleve të lira, të cilat ndikojnë negativisht në një sër procesesh të trupit tuaj, citojnë ekspertët e Healthline, të cilat ndikojnë në ruajtjen e kujtesës. Kumullat janë plot e përplot me elementë që ndikojnë në ruajtjen e kujtesës dhe kumullat janë me antioksidantë që ndihmojnë në ngadalësimin e zhvillimit të sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ulëntimeve shëndetësore nga Universiteti i Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antocianin dhe quercetin të dobishme në parandalimin dhe ndarjen e qelizave. Kumullat janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e trurit dhe për shëndetin e zemrës. Një kumull e freskët përmban 130 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin dhe zvogëluar rrezikun e goditjeve në tru dhe sëmundjeve në zemër. Ato përmirësojnë dhe mbrojnë sistemin tretës.
Kumullat lehtësojnë kapslëkun dhe ndihmojnë në probleme me tretjen e ushqimit, janë të pasura me fibra dietike, sorbitol dhe histain. Kumullat e thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Një tjetër mënyrë për të konsumuar kumullat gjatë gjithë vitit është t'i zhysni në ujë dhe t'i zjeni, t'i lini t'i ftohen pak dhe më pas t'i ngrini. Kumullat forcojnë kockat. Studiuesit nga Universiteti të Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën e pas menopauzës. Një grup konsumoi rreth 100 gram kumullat të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumoi 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D. Grupi që konsumoi kumullat kishte dëndësinë më të lartë të kockave në një përmirësim të shëndetit të shpinës dhe gjithashtu atë të parakrahut. Përmirësoi në shëndetin e syve. Kumullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syve. Fitonutrientët që gjenden te kumullat ulin rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikave të verdha, çrregullimeve shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit e moshuar. Ato mbrojnë kundër problemit të qelizave të dëmshme. Kumullat kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi radikalet e lira të dëmshme në sajt antocianinave, pigmenti i kuq në blu që ato përmbajnë. Kumullat janë të ulta në kalori. Një kumull e vogël përmban rreth 30 kalori, kështu që kumullat mund të jenë një ushqim i shijshëm shumë i mirë nëse mbani dietë. Kumullat mund të mbajnë larg qelizat e radikaleve të lira. Ekstraktet e kumullës mund të largojnë qelizat e dëmshme dhe të përmirësojnë shëndetin tuaj. Gjithçka që duhet të keni parasysh është konsumi brenda normës së tyre, për të ndihmuar organizmin edhe në efektet e jashtëzakonshme të këtij fruti. Kumullat janë një frut jashtëzakonisht i shijshëm dhe më të preferuar për konsumatorët shqiptar. Kumullat i përkasin familjes botanike që përfshihet pjeshka, kajsia dhe nektarina. Kumullat i gjejmë në ngjyra dhe në forma të ndryshme në plot 2000 varietete. Në vendin tonë përdorimi më i lartë i kumullave vërehet në zonat e jugut dhe juglindjes. Kumullat janë një burim i pasur i vlerave shëndetësore, vitaminave dhe mineraleve krejt të rëndësishme për trupin. Ato përmbajnë vitamina të rëndësishme si vitamina A, C, K, B1, B2, B3, B6 dhe vitamina E. Kumullat përmbajnë minerale të çmuara të tilla si kaliumi, fosfori, magnezi, hekuri, kalciumi dhe zinku. Janë një burim i pasur i fibrave dhe kanë pak kalori. Vlerat shëndetësore të kumullave janë të larmishme. Ato janë të pasura me antioksidant. Kumullat përmbajnë vitaminën C dhe fitonutrient, këto përbërës kanë veti antioksiduese dhe parandalojnë dëmin e shkaktuar nga radikalet e lira. Substancat që gjenden te kumullat ofrojnë mbrojtje të yndyrës thelbësore të neuroneve dhe membranave qelizore kundrejt çdo sulmi që mund të shkaktohet nga stresi ose procesi i oksidimit. Kumullat kanë efekte hiperglicemike që ndihmojnë në luftimin e diabetit. Studimet kanë treguar se konsumi i kumullave ndihmon në reduktimin e glukozës dhe triglicerideve në trup. Studimet tregojnë se flavonoidet që gjenden te kumullat kanë nivele mbrojtëse kundër rezistencës së insulinës në organizëm. Edhe shëndeti juaj i nyjeve do të përfitojë shumë nga konsumi i tyre. Konsumi i kumullave të thata ndihmon në ruajtjen e shëndetit të kockave. Flavonoidet të kumullat parandalojnë përkeqësimin e indeve të kockave dhe sirrjellojnë gjithashtu edhe të osteoporozës të femrat pas menopauzës. Falë përmbajtjes së tyre, kumullat e thata inkurajojnë formimin e kockave, dëndësinë e tyre dhe ndalojnë shkatrimin e tyre si pasojë e mungesës së hormoneve ose plakjes. Gjithashtu, efektet e tyre sipas Web Library do të jenë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tretës. Kumullat janë një burim shumë i pasur i fibrave që rregullojnë sistemin tretës dhe sipas studimeve kumullat e njoma ose ato të thata janë tepër efektive për të trajtuar çrregullimet e tretjes siç mund të jetë për shembull edhe konstipacioni. 5 deri në 8 kumulla në ditë janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, por gjithmonë nuk duhet ta teproni si me çdo ushqim tjetër. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.